Një burr I pasur përpiqet të bashkojë dy botë në të njëjtën çati, pa e kuptuar gabimin që po bën. Djali I tij rritet I rrethuar nga privilegjet dhe fillon t'i trajtojë të tjerët me arrogancë dhe përbuzje. Por gjithçka ndryshon kur një poshtërim publik zbulon të vërtetën para të gjithë të pranishmëve. Në atë moment, ai kupton se ka dështuar dhe duhet të korrigjojë atë që ka ndërtuar gabim. Nëse kjo histori e bukur te kalimi dhe dashuria ju preku, abonohuni në kanal. Na tregoni këtu në komente nga cili qytet po na ndiqni, dëshirojmë shumë ta dimë. Dhe nëse dëshironi të shihni më shumë histori si kjo, mos harroni të lini pëlqimin tuaj dhe ta ndani me dikë të veçantë. Vila në Lundër, në periferi të Tiranës, kishte qenë gjithmonë një pasqyrim I përsosur I asaj që Agim Gashi kishte ndërtuar gjatë dekadave të tëra pune. 3 kate arkitekturë moderne, dritare të gjerë që linin dritën e mëngjesit të pushtonte çdo dhomë, kopshte të planifikuara me kujdes dhe një garazh që mbante makina të importuara. Gjithçka aty merrte frymë arritjeje, stabiliteti dhe një lloj distance nga bota jashtë, ajo botë ku njerëzit luftonin çdo ditë për mundësi që për Agimin ishin tashmë pjesë e së kaluarës. Ai kishte filluar nga asgjëja, ose pothuajse asgjëja. Bir tregtarësh nga Korça, Agimi kishte mësuar herët se paraja nuk binte nga qielli dhe se çdo lek duhej fituar me djersë dhe vendosmëri. Kur mbërriti në Tiranë në vitet 80, solli me vete vetëm një valixhe me rroba të thjeshta dhe një ambicie që dukej më e madhe se vetë qyteti. Punoi në zyra, ndoqi kurse nate, kurse u çdo qindark dhe, pak nga pak, ndërtoi kompaninë e tij të import-eksportit. Suksesi erdhi ngadalë, por kur erdhi, ishte I jashtëzakonshëm. Në moshën 52 vjeçare, Agimi respektohej në rrethin e biznesit, I njohur për seriozitetin e tij në punë dhe për një qëndrim gjithmonë diskret. I mbetur I veprej gati një dekade, ai rriste I vetëm djalin e tij, Dritanin, I cili në moshën 23 vjeçare studionte për administrim biznesi në një nga universitetet më prestigjioze të kryeqytetit. Agimi gjithmonë kishte dashur t'i jepte djalit të tij gjithçka që ai vetë nuk e kishte pasur, edukim të klasit të parë, udhëtime ndërkombëtare, komoditet absolut. Ai besonte se, duke I ofruar këto kushte, po formonte një burr të përgatitur për të marrë përsipër bizneset e familjes në të ardhmen. Jeta brenda asaj vile funksiononte si një orë zvicerane. Çdo detaj ishte I menduar, çdo rutinë ndiqte një model të caktuar. Dhe në qendër të këtij organizimi të patëmet ishte zonja Lirie, kryeshërbëtorja që kujdesej për shtëpinë prej më shumë se 15 vjetësh. Ajo kishte mbërritur në rezidencën e familjes Gashi në një moment delikat të jetës së saj, kur I duhej të rifillonte dhe të garantonte një të ardhme të dinjitetshme për vajzën e saj të vogël, të cilën e rriste e vetme. Agimit I kujtohej përsosmërisht dita kur njohu Lirien. Ajo ishte në sallën e pritjes të një agjencie punësimi, me vajzën e saj Blerinën, atëherë vetëm 8 vjeçare, të ulur pranë saj, krejt e qetë, duke shfletuar një libër tregimesh tashmë mjaft të konsumuar. Kishte diçka në atë vështrim të Liries që I tërhoqi vëmendjen, vendosmëri e përzier me cenueshmëri, krenari e përzier me nevojë. Ajo kishte nevojë për punë, por jo për çfarëdo pune. Kishte nevojë për stabilitet, për një vend ku mund të garantonte që vajza e saj do të rritej e sigurt. Agimi bëri një propozim që, në atë kohë, u duk bujar për të dyja palët. Liria do të punonte si kryeshërbëtore, do të banonte në një dhomë në pjesën e pasme të pronës dhe do të kishte të gjitha përfitimet formale të garantuara. Blerina mund të qëndronte në shtëpi, veçanërisht në periudhat kur nuk ishte në shkollë, dhe Liria do të kishte qetësinë e të diturit se vajza e saj ishte gjithmonë afër, e mbrojtur. Për një nën të vetme që kishte kaluar vite duke u përpjekur mes punëve të përkohshme dhe rritjes së një fëmije, ajo ofertë dukej si një dhuratë e fatit. Vitet e para ishin vite përshtatjeje. Liria u tregua një profesioniste e përkushtuar, e vëmendshme dhe jashtëzakonisht kompetente. Shtëpia shkëlqente nën kujdesin e saj, vaktet përgatiteshin me dashuri dhe përpikëri, çdo detaj vëzhgohej me një vëmendje pothuajse amtare. Agimi e vlerësonte atë efikasitet të heshtur, atë prani që e bënte gjithçka më të organizuar pa qenë kurrë ndërhyrëse. Blerina u rrit në atë mjedis duke ndarë kohën e saj mes shkollës publike të lagjes ku studionte dhe pasditeve në vilë, ku bënte detyrat e shtëpisë në një qoshe të kuzhinës ndërsa ama punonte. Ishte një vajzë me pak fjalë, tejet e edukuar, që dukej se e kishte kuptuar herët se ajo nuk ishte saktësisht hapësira e saj, por një vend ku duhej të sillej me diskrecion dhe respekt. Ajo vëzhgonte gjithçka me sy kurioz, përthifte botën rreth saj, por gjithmonë ruante një distancë respekti.
Dritani, nga ana tjetër, rritej në një univers krejtësisht të ndryshëm. Ai ndiqte shkolla private elitare, merrte mësime tenisi dhe noti, udhëtonte jashtë shtetit gjatë pushimeve dhe shoqërohej me të rinj nga familje po aq të privilegjuara. Që i vogël, u mësua të kishte gjithçka në majë të gishtave, dhomën plot me teknologji, rroba të markave të shtrenjta, paraxhepi të bollshme dhe një rutinë pa përgjegjësi të mëdha përveç studimeve, të cilat i kryente me minimumin e përpjekjes së nevojshme. Problemi, të cilin Agimi do të donte vite për ta parë qartë, ishte se bashkë me gjithë atë komoditet, Dritani përthithi edhe diçka më delikate dhe të rrezikshme, idenë se bota ndahej natyrshëm mes atyre që urdhëronin dhe atyre që bindeshin, mes atyre që meritonin privilegje dhe atyre që ekzistonin për të shërbyer. Ai e shihte nënën e Blerinës, zonjën Lirie, si pjesë të mobiljeve të shtëpisë, dikë që ishte aty për të garantuar mirëqenien e tij, por që nuk meritonte vëmendje apo mirënjohje të vërtetë. Blerina, në sytë e tij, ishte edhe më pak e rëndësishme. Ajo ishte thjesht vajza e shërbëtores, një prani e rastësishme që ai mezi e vërente, përveç rasteve kur donte të bënte të qartë se ai territor nuk i përkiste asaj. Që fëmijë, Dritani shfaqte gjeste të vogla për buzjeje, linte gjërat e tij të shpërndara qëllimisht aty ku kalonte Blerina, injoronte përshëndetjet e saj të edukuara, bënte komente ironike për rrobat e saj të thjeshta ose fletoret e saj të shkollës pa marrë. Me kalimin e viteve, këto sjellje nuk u paksuan. Përkundrazi, morën trajta më të përpunuara dhe mizore. Dritani, tani një iri i rritur, student universiteti dhe frekuentues i festave të shoqërisë së lartë të Tiranës, e kishte rafinuar arrogancën e tij. Ai nuk bërtiste, nuk ofendonte në mënyrë të drejtë për drejtë, por kishte një aftësi shqetësuese për ta bërë Blerinën të ndiej e padukshme ose, edhe më keq, inferiore. Kur ajo ishte në kuzhinë duke ndihmuar të ëmën, Dritani hynte dhe e injoronte plotësisht, duke folur vetëm me zonjën Lirie sikur Blerina të ishte një objekt. Kur kishte nevojë që diçka të bëhej, ja drejtonte kërkesën nënës së saj, kur drejt për drejt Blerinës, sikur ajo të mos meritonte as të dëgjohej. Nëse rastësisht kryqëzoheshin në korridor, ai e largonte vështrimin me një ajër mërzie, si dikush që kalon pranë diçkaje shumë të painteresantë për të merituar vëmendje. Zonja Lirie i shihte të gjitha. Ndjente çdo therrje dhimbjeje kur shihte vajzën e saj duke u trajtuar me aq neglizhencë. Blerina, e cila në moshën 21 vjeçare studionte pedagogji në një fakultet publik dhe ëndërronte të bëhej mësuese, nuk ankohej kurrë. Ajo i përpinte poshtërimet në heshtje, ruante një qëndrim të patëmet dhe fokusohej në objektivat e veta. Por Liria e njihte vajzën e saj mjaft mirë për të vënë re trishtimin diskret që fshihej pas asaj force të dukshme. Shpesh herë gjatë natës, kur më në fund tërhiqeshin në dhomën e vogël që ndanin në fund të pronës, Liria e gjente veten duke menduar nëse duhej t'i thoshte diçka Agimit. Por frika fitonte gjithmonë. Frika se mos humbte punën që garantonte stabilitetin e tyre, frika se situata mund të përkeqësohej, frika se Agimi do të mbante anën e djalit dhe do të vendoste që ato nuk ishin më të mirë pritura aty. Kështu që ajo e gëlltiste revoltën, e përqafonte Blerinën fort dhe thoshte vetëm se gjithçka do të bëhej mirë, se e rëndësishme ishte të ruanin dinjitetin. Agimi, nga ana e tij, e vëzhgonte dinamikën e shtëpisë me një verbëri të përshtatshme. Ai vërente se Dritani nuk ishte saktësisht i sjellshëm me punonjëset, por ja faturonte këtë imaturitetit tipik të rinjve të llastuar që nuk ishin përballur ende me botën reale. Mendonte se, me kalimin e kohës, djali do të piqej, do të mësonte vetë se respekti dhe përullësia ishin vlera të rëndësishme. Fundja, Agimi ishte i sigurt se kishte dhënë shembuj të mirë. Gjatë rritjes së tij. Ajo që ai nuk shihte ishte se vetëm shembujt nuk mjaftonin. Se t'i japësh gjithçka dikujt pa kërkuar përgjegjësi, pa vendosur kufi të qartë, pa i mësuar empatin në mënyrë aktive, ishte krijimi i një boshllëku të rrezikshëm aty ku duhej të ishte karakteri. Dritani kishte mësuar të vlerësonte dukjen, statusin dhe pozitën shoqërore, por kur nuk kishte mësuar ta shihte tjetrin me humanizëm të vërtetë. Ishte një pasdite të diele, ndërsa Agimi por i shikonte dokumentet në zyrë, kur dëgjoi një bisedë që vinte nga dhoma e ndenjes. Dritani ishte me disa miq të rinj të së njëjtës klasë shoqërore, duke qeshur me të madhe dhe duke bërë plane për mbrëmjen. Zëri i të birit jehonte në korridor, i mbushur me vetbesim. Një nga miqt komentoi diçka se kishte parë Blerinën duke dalë nga shtëpia më herët dhe Dritani lëshoi një të qeshur përbuzëse. Ah, ajo është vajza e Liries. Rri e ngjitur këtu sepse ëma punon për ne.
Unë as nuk e di mirë se çfarë bën, sinqerisht. Mendoj se ri vërdall vetëm që të mos ri vetëm në shtëpi. Të tjerët qeshen bashkë me të dhe dikush bëri një shaka për njerëzit që nuk dinin se cili ishte vendi i tyre. Dritani ra dakord dhe biseda vijoi me tema të tjera. Agimi mbeti i palvizur në zyrë me stilolapsin e pezulluar në ajër. Ndjeu një shqetësim të vagët, një ndjesi se diçka nuk shkonte në atë thënie, por shpejt e largoi mendimin. Dritani po bënte thjesht shaka me miq, duke e tepruar për t'u dukur interesant. Ishte vetëm një fazë. Ai kishte ende shumë për të mësuar rreth jetës. Por e vërteta, të cilën Agimi nuk ishte ende gati ta ballafaqonte, ishte se faza kishte zgjatur tepër shumë. Dhe se transformimi i nevojshëm nuk do të vinte vetë. Ai do të kishte nevojë për një tronditje, për një moment të pamohueshëm që t'i detyronte të gjithë ata të shihnin realitetin që kishin ndërtuar brenda asaj shtëpie. Ai moment ishte më afër se sa kushto e imagjinonte. Mëngjeset në vilën e familjes Gashi ndiqnin gjithmonë të njëjtin ritual. Zonja Lirie zgjohej në 5:30, përgatiste mëngjesin, organizonte kuzhinën dhe garantonte që gjithçka të ishte e patëmet para se Agimi të zbriste për kafen e tij në 7 fiks. Blerina, kur nuk kishte mësim herët në fakultet, e shfrytëzonte atë orar të qetë për të studiuar në tavolinën e vogël të kuzhinës, e rrethuar nga libra pedagogjie dhe shënime shumë ngjyrëshe që i bënte vetë për të organizuar më mirë lëndën. Atë të martë marsi, nxehtësia kishte filluar të ndiej në Tiranë, ende pa lindur dielli plotësisht. Blerina ishte e përqendruar në një tekst mbi zhvillimin e fëmijës kur dëgjoi hapat e Dritanit duke zbritur shkallët. Ishte e pazakontë që ai të zgjohej aq herët, veçanërisht gjatë javës. Zakonisht, Iriu Gashi shfaqej në kuzhinë rreth orës 10 të mëngjesit, ndonjëherë edhe më vonë, varësisht se sa orë kishte qëndruar zgjuar natën e kaluar. Ajo nuk i ngriti syt nga librat, por ndjeu praninë e tij duke pushtuar hapësirën. Dritani hyri në kuzhinë me celular në dorë, ende me pijame, me flokë të shpupuritur dhe një shprehje irritimi në fytyrë. Zonja Lirie, që po mbaronte përgatitjen e një lëngu portokalli natyral, menjëherë u kthye nga ai me një buzëqeshje të edukuar. Mirëmëngjes, Dritan. Je zgjuar herët sot? Dëshiron të përgatis mëngjesin? Mirëmëngjes, Lirie. Ai as nuk e pa ndërsa fliste, me sytë e ngulur në ekranin e celularit. Mund të më bësh atë omeletën që më pëlqen, me djath dhe proshull. Dhe një kafe shumë të fortë, të lutem. Kam një prezantim të rëndësishëm në fakultet sot dhe mezi kam fjetur. Sigurisht, tani do ta përgatis. Blerina vazhdoi me sytë e ngulur në libër, por fjalët në faqe kishin humbur kuptimin. Ajo ndjente praninë e tij aty, e dinte se ai e kishte parë, por si gjithmonë, ishte sikur ajo të mos ekzistonte. Asnjë mirëmëngjes, asnjë shenjë, asgjë. Vetëm boshllëku i të qenit e injoruar. Dritani tërhoqi një nga karriget pranë tavolinës ku po studionte Blerina dhe u ul, ende duke u marrë me celularin. Ajo mund të ndjente shqetësimin duke u rritur brenda gjoksit, atë ndjesi të pakëndshme të zënies së një hapësire që nuk i përkiste, edhe pse po studionte thjesht në heshtje. U përpoq të përqendrohej sërish në tekst, por rreshtat dukeshin sikur kërcenin në faqe. Lirie, e pe xhaketën time të lëkurës, pyeti Dritani pa i hequr syt nga celulari. Atë të zezën që vesh gjithmonë. Nuk është në dollapin tim. Zonja Lirie, që tashmë po përgatiste omeletën, ndaloi për një sekond dhe u mendua. Mendoj se është në lavanderi, Dritan. E dërgova për ta larë javën e kaluar sepse kishe derdhur diçka mbi të. Duhet të jetë gati. Po shkoj ta marr tani. Lëre se po shkoj unë, tha Blerina me zë të ulët duke mbyllur librin. Ishte një refleks automatik, një përpjekje për të ndihmuar të ëmën që kishte aq shumë punë. Heshtja që pasoi ishte pothuajse e prekshme. Dritani më në fund ngriti syt nga celulari dhe e pa drejt për drejt Blerinën, sikur vetëm tani ta kishte vënë re se ajo ishte aty. Vështrimi i tij ishte i ftohtë, vlerësues, pothuajse si dikush që vëzhgon diçka jashtë vendit të vet, nuk ka nevojë, tha ai, me zë pa emocion. Nëna ime kujdeset për këtë, Blerina. Ti mund të vazhdosh duke studiuar aty. Mënyra se si e tha fjalën duke studiuar mbarte një ton përbuzjeje delikate, sikur aktiviteti i saj të ishte diçka e parëndësishme, një humbje kohe. Blerina ndjeu fytyrën tij nxehej, por nuk u përgjigj. Vetëm tundi kokën lehtë dhe hapi sërish librin, edhe pse fjalët vazhdonin të mos kishin kuptim.
Zonja Lirie hodhi një vështrim të shpejt drejt së bijës, një vështrim i mbushur me trishtim dhe pafuqishmëri, para se të fshinte duart në përparse dhe të dilte drejt lavanderisë. Blerina mbeti aty, vetëm me dritanin në kuzhinë, heshtja rëndonte si një gur në gjoks. Ai ju rikthye celularit, krejtësisht indiferent ndaj pranisë së saj. Për Blerinën, ato minuta dukeshin sikur zgjasnin një amshim. Ajo bëri sikur lexonte, ktheu faqe pa përthithur asgjë, vetëm duke pritur që ema të kthehej ose që ai të lodhej e të ikte. Më në fund, zonja Lirie u kthye me xhaketën e pastruar dhe të hekurosur përsosmërisht, të varur në një varse. Këtu është Dritan. E pastër dhe me erë të mirë. Faleminderit, Lirie. Ai e mori xhaketën pa e parë dhe e la mbi karrigen ngjitur. Mund të më sjellësh kafen kur të jetë gati. Do të ha këtu. Blerina mbylli librin me kujdes dhe filloi të mblidhte gjërat e saj. Nuk do të mund të studionte dot aty, jo me atë pranë. Zonja Lirie e vuri re lëvizjen dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. E njihte atë reagim të së bijës, atë gjest të heshtur të tërheqjes, të dëshirës për t'u bërë e padukshme. Blerina, e dashur, a dëshiron edhe ti një kafe? Kam bërë kek shtëpie dje, është shumë i mirë. Jo, mami, faleminderit. Do ta mbaroj studimin në dhomë. Kam provim nesër. Ajo u ngrit, mblodhi librat pas gjoksit dhe doli nga kuzhina pa parë prapa. Dritani as nuk e vuri re. Ose e vuri re dhe thjesht nuk i interesoi. Për të ishte e natyrshme që ajo të dilte, fundja, ajo hapësirë nuk ishte e saj. Kur nuk do të ishte. Në dhomën e vogël në fund të shtëpisë, Blerina u ul në krevat dhe i la librat të binin anash. Mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte dallgën e emocioneve që kërcënonte të shpërthente. Nuk ishte saktësisht zemërim, ishte diçka më komplekse, një përzierje trishtimi, frustrimi dhe një ndjesi konstante e të mosqenit pjesë e atij vendi që e shoqëronte që fëmijë. Ajo kujtonte përsosmërisht kur ishte 10 vjeçe dhe pa Dritanin duke marrë një biçikletë të re, të importuar, të kuqe dhe shkëlqyese. Ajo vetë kishte marrë një biçikletë të përdorur nga fqinja e nënës, e cila mezi funksiononte, por që ishte lyer me aq dashuri sa dukej si e re në sytë e saj. Atëherë, Blerina ishte aq e lumtur sa ja tregoi Dritanit, duke menduar se mund të shëtisnin bashkë në kopsht. Ai e pa biçikletën e saj, qeshi me ironi dhe tha, "E po, të paktën ke diçka." Dhe thjesht iku. Ajo fjali jehonte prej vitesh në kokën e Blerinës. Të paktën ke diçka. Sikur ajo duhej të ishte mirënjohëse për thërimet, sikur nuk meritonte asgjë më të mirë. Me kalimin e kohës, Blerina mësoi të mos shfaqte, të mos ndante, të mos priste asgjë përveç asaj që kishte tashmë. Ndërtoi një botë të veten të përbërë nga ëndra të heshtura, nga objektiva të shënuar në fletore të vjetra, nga një vendosmëri e heshtur që askush përveç zonjes Lirie nuk arrinte ta shite. Ajo donte të bëhej mësuese. Donte të punonte me fëmijë të shkollave publike, donte t'u tregonte djemve dhe vajzave si ajo se ishte e mundur të ëndërroje, se ekzistonte një botë përtej kufizimeve të vendosura nga origjina shoqërore. Studionte me një disiplinë mbresëlënëse, edhe duke ndarë kohën mes leksioneve në fakultet, punëve në grup, praktikave të detyrueshme dhe orëve kur shoqëronte të ëmën në vil. Blerina e dinte se prania e saj aty tolerohej, nuk festohej. E dinte se çdo hapësirë që zinte në atë shtëpi ishte një hapësirë e huazuar, e përkohshme, që mund të merrej mbrapsht në çdo moment. Prandaj nuk ankoi kurrë, nuk kërkonte kurrë, nuk ngrinte kurrë zërin. Mbetej diskrete, e edukuar, pothuajse e padukshme. Por kishte një forcë të ajo që as poshtërimet e vazhdueshme nuk arritën ta shuanin. Një forcë që vinte nga nëna, e cila e kishte rritur vajzën e vetme me aq shumë dashuri dhe sakrificë. Një forcë që vinte nga mësuesit e shkollës publike që kishin besuar te ajo, që kishin inkurajuar studimet e saj, që kishin treguar se inteligjenca dhe përkushtimi nuk vareshin nga paratë. Një forcë që vinte nga brenda, nga një vend i thellë që Blerina ende po mësonte ta njihte. Atë pasdite, pasi Dritani kishte dalë për në fakultet dhe shtëpia ishte kthyer në qetësinë e zakonshme, Blerina ndihmoi të ëmën të organizonte qilarin. Punonin krah për krah në një ritëm të sinkronizuar, pothuajse pa pasur nevojë për fjalë. Ishte zonja Lirie ajo që e theu heshtjen. Blerina, e pash çfarë ndodhi mëngjesit në kuzhinë. Blerina vazhdoi të organizonte kutitë e konservave, pa e parë të ëmën. Nuk ishte asgjë, mami. Ishte, bi.
Dhe ti e di që ishte. Liria ndaloi atë që po bënte dhe u kthye nga e bija. E di që është e vështirë. E di që duron shumë gjëra në heshtje. Por dua të dish se asgjë nga këto nuk përcakton se kush je ti. Blerina më në fund e pa të ëmën me sytë e mbushur me lodh. E di, mami. E di këtë. Por ndonjëherë lodhesh, e di? Lodhesh duke u trajtuar sikur nuk ekziston. Lodhesh duke u detyruar të dalësh nga kuzhina sepse prania ime pengon. Lodhesh duke qenë e padukshme. Zonja Lirie e përqafoi të bien fort duke ndjerë trupin e saj të dridhej lehtë. Ti nuk je e padukshme, shpirti im. Jo për ata që vërtet kanë rëndësi. Dhe një ditë, të premtoj, njerëzit do të shohin vërtet. Do të shohin gruan e jashtëzakonshme që po bëhesh. Unë doja vetëm respekt, mami. Vetëm aq. Nuk dua luks, nuk dua asgjë që nuk është e imja. Doja vetëm të trajtohesha si njeri. E di, bi. E di. Ato mbetën të përqafuara për minuta të gjata, nën e bi të bashkuara nga një dhimbje e heshtur që asnjëra nuk dinte saktësisht si ta shëronte. Liria mendoi edhe një herë të fliste me Agimin. Por frika ende e paralizonte. Frika se mos humte gjithçka që kishte arritur me aq shumë mund, frika se situata do të përkeqësohej edhe më shumë. Ndërkohë, Agimi ishte në zyrën e tij në qendër të Tiranës, duke rishikuar kontrata dhe duke marrë pjesë në mbledhje të pafundme. Ai nuk kishte ide se çfarë kishte ndodhur atë mëngjes në shtëpinë e tij. Nuk kishte ide për dhimbjen e heshtur që banonte në dhomën e vogël në fund të pronës. Nuk kishte ide se djali që ai donte aq shumë ishte i aftë të shkaktonte aq shumë vuajtje njerëzve që nuk kishin si të mbroheshin. Jeta vazhdonte rrjedhën e saj, me sa duket e qetë në sipërfaqe, por thellësisht e trazuar poshtë saj. Dhe çdo ditë që kalonte pa u përballur me të vërtetën, ishte një tull më shumë në ndërtimin e një realiteti të paqëndrueshëm, i cili herët avon do të duhej të shembej që diçka e re të mund të ndërtohej në vend të tij. Java pasuese solli një lloj gjallërie tjetër në vilën e familjes Gashi. Agimi kishte vendosur të organizonte një ngjarje në shtëpi për të festuar 25 vjetorin e kompanisë së tij. Do të ishte një fest elegante, me rreth 50 të ftuar mes partnerëve të biznesit, klientëve të rëndësishëm dhe disa miqve të ngushtë të familjes. Data e zgjedhur ishte 1 prilli dhe përgatitjet ishin tashmë në kulm. Zonja Lirie koordinonte gjithçka me efikasitetin e zakonshëm, por këtë herë me një ngarkesë shtesë përgjegjësie. Agimi kishte marrë një ekip kamerierësh dhe një kompani cateringu për të kujdesur për ngjarjen, por i takonte Liries të garantonte që shtëpia të ishte e patëmet dhe që çdo detaj të vëzhgohej. Ajo punonte nga Agimi në muzg, duke mbikëqyrur pastrimin e thellë të çdo dhome, duke organizuar vendosjen e mobiljeve, duke kontrolluar listën e të ftuarve dhe duke u koordinuar me furnitorët. Blerina, edhe pse provimet e fakultetit po afroheshin, u ofrua të ndihmonte të ëmën kurdo që ishte e mundur. Ajo e dinte se sa e rëndësishme ishte ajo ngjarje për zonjën Lirie, e cila shite aty një mundësi për të treguar profesionalizmin dhe përkushtimin e saj. Në ditët para festës, nën e bi punuan krah për krah, duke organizuar detajet, duke lustruar enët e argjenta, duke kontrolluar gotat dhe porcelanin. Dritani, nga ana e tij, ishte i emocionuar për festën për arsye krejtësisht të ndryshme. Për të, ajo ishte një mundësi për të mahnitur miq dhe, kryesisht, për të treguar standardin e jetesës që bënte. Ai kishte ftuar një grup kolegësh të fakultetit, përfshirë Engjin, një vajzë për të cilën ishte i interesuar prej disa muajsh. Engji vinte nga një familje po aq e pasur, frekuentonte të njëjtat rrethe shoqërore dhe, në sytë e Dritanit, ishte shoqëruesja e përsosur për atë mbrëmje. Të enjten para ngjarjes, Dritani zbriti për darkë dhe gjeti të atin në dhomën e ngrënies, duke rishikuar disa dokumente ndërsa hante. Ishte rrallë që të dy të darkonin bashkë gjatë javës, pasi Agimi zakonisht vinte vonë nga zyra dhe Dritani kishte një rutinë të parregullt mes fakultetit, palestrës dhe takimeve me miq. Babi, për të shtunën, filloi Dritani, duke u shërbyer me lazanjen që zonja Lirie kishte lënë gati. Kam ftuar një 10 miq. Në rregull, apo jo? Ti tha se mund të sillja njerëz. Agimi ngriti syt nga letrat dhe tundi kokën. Sigurisht, asnjë problem. Vetëm më jep listën e emrave për sigurinë. Dhe kujtohu se është edhe një ngjarje korporative, kështu që pres që miqtë e tu të sillen siç duhet. Mos u shqetëso, babi. Janë njerëz të nivelit tim.
Din si të sillen. Dritani foli me atë besimin automatik që shfaqte gjithmonë kur i referoi rrethit të tij shoqëror. Agimi u kthye te dokumentet, por diçka në fjalinë e djalit e shqetësoi lehtë. Të nivelit tënd, përsëriti ai, më shumë me vete se sa si pyetje. Po, e di si është. Njerëz që frekuentojnë të njëjtat vende, kanë të njëjtin edukim. Ti e njeh familjen e Engjit, për shembull. Babai i saj është pronar i atyre koncesionareve të makinave të importit. Njerëz që e kuptojnë se si funksionojnë këto festa. Agimi mbeti në heshtje për një moment, i menduar. Kishte diçka në mënyrën se si Dritani i klasifikonte njerëzit që e linte të parehatshëm, por ai nuk arrinte të përcaktonte saktësisht se çfarë. Vendosi ta linte të kalonte. Fundja, djali ishte thjesht në ankth për festën, ishte e natyrshme që të fliste pa menduar shumë. Mirë. Vetëm mos e teproni me pijen dhe kujdesu që edhe miqt e tu të mos e teprojnë. Është fest biznesi, jo klub nate. E di, babi. Mund të kesh besim. Atë natë, Blerina ishte në dhomën e saj duke studiuar kur dëgjoi të ëmën duke mbërritur, dukshëm e lodhur. Zonja Lirie u ul në krevat me një pëshertim të thellë dhe hoqi këpucët, duke masazhuar këmbët e vrarë. Mami, ti po mbyt veten në punë për shkak të kësaj feste, tha Blerina, duke mbyllur fletoren. Më lër të ndihmoj më shumë. Mund të mungoj në një leksion nesër dhe të rri këtu gjithë ditën. As që bëhet fjalë, Blerina. Leksionet e tua janë prioritet. Unë ja dal, rri e qetë. Por ti je e raskapitur, mami. Dhe kanë mbetur edhe 2 ditë. Zonja Lirie u shtri pranë së bijës dhe mbylli syt për një çast. E di që është e lodhshme, por është e rëndësishme që gjithçka të dalë për sosur. Zoti Agim ka besim tek unë, dhe unë nuk mund ta zhgënjej. Përveç kësaj, nëse gjithçka shkon mirë, ai premtoi një bonus në fund të muajit. Ne kemi nevojë për ato para, Blerina. Ti e di këtë. Blerina e dinte shumë mirë. Kishte nevojë sepse libri i semestrit tjetër ishte i shtrenjtë, sepse transporti publik ishte rritur, sepse frigoriferi i dhomës po bënte një zhurmë të çuditshme dhe së shpejti do të kishte nevojë për riparim. Kishte nevojë sepse jeta e tyre ishte e përbërë nga llogaritje të sakta, ku çdo lek kishte destinacion të caktuar dhe asnjë nuk mund të shpërdorohej. Mirë, mami. Por të paktën të shtunën do të rri këtu gjithë ditën duke ndihmuar. Nuk kam mësim dhe e kam mbaruar punën që duhej të dorëzoja. Zonja Lirie hapi sytë dhe e pa të bien me dashuri. Ti je një bekim në jetën time, e di? Dhe ti në timen, mami. Ato mbetën aty, krah për krah, në një heshtje ngushëlluese. Jashtë, qyteti i Tiranës vijonte ritmin e tij frenetik, indiferent ndaj jetëve që zhvilloheshin brenda asaj vile. E shtuna erdhi me një qiell të pastër dhe një temperaturë të këndshme, e përsosur për festën. Që nga ora 7 e mëngjesit, shtëpia ishte një fole aktivitetesh. Ekipi i cateringut mbërriti herët për të montuar tavolinat, organizuar kuzhinën dhe përgatitur pjatat e para. Kamerierët me uniformë shkonin e vinin, duke ndjekur udhëzimet e zonjës Lirie me saktësi ushtarake. Blerina ndihmonte ku ishte e nevojshme, gjithmonë diskrete, gjithmonë e vëmendshme. Ajo organizoi kopshtin me aranxhime lulesh që kishin mbërritur në mëngjes, kontrolloi nëse mbulesat e tavolinave ishin të shtruara përsosmërisht, ndihmoi në shpërndarjen e kartolinave me emrat e të ftuarve në vendet e caktuara. Rreth orës 3 të pasdites, kur përgatitjet ishin pothuajse gati, Dritani zbriti tashmë i veshur për festën. Kishte veshur një këmishë serioze blu të hapur, pantallona doku dhe një orë shumë të shtrenjtë që ja kishte dhuruar atij për ditëlindje. Ai kaloi përmes kopshtit ku Blerina po rregullonte një nga aranxhimet dhe ndaloi për një sekond, duke vëzhguar punën. Duket bukur këtu, komentoi ai, më shumë me vete se sa për të. Blerina u kthye, e befasuar. Ishte rrallë që Dritani t'i drejtonte ndonjë koment asaj, edhe nëse ishte indirekt. Faleminderit, u përgjigj ajo me zë të ulët. Ai e pa nga kokat e këmbët, sikur po e shihte vërtet për herë të parë. Blerina ishte me një palë gjinse të thjeshta dhe një bluzë të bardhë, me flokët e kapur bisht, pa asnjë grim. Në sytë e tij, ajo ishte thjesht një pjesë tjetër e dekorit, dikush që ishte aty për të garantuar që gjithçka të funksiononte. Do të qëndrosh këtu gjatë festës? Pyeti ai, me ton neutral. Do të ndihmoj mamin me çfarë të jetë e nevojshme. Pse? Dritani ngriti supet. Thjesht për ta ditur.
Miqtë e mi do të vinë më vonë. Nuk ka nevojë të qarkullosh shumë në zonën sociale, në rregull. Ekipi i cateringut kujdeset për gjithçka. Blerina ndjeu fytyrën ti nxehej. Ajo e kuptoi përsosmërisht atë që ai po thoshte, rri e padukshme, mos u shfaq, mos pengo. Nuk u përgjigj, vetëm tundi kokën lehtë dhe u kthye te aranzhimi i luleve. Dritani i ku pa thënë asgjë tjetër dhe Blerina mbeti aty me duart që i dridheshin lehtë ndërsa rregullonte petalet. Mori frym thellë, duke numëruar deri në 10 në mendje, duke u përpjekur të kontrollonte dallgën e poshtërimit që kërcënonte të shpërthente. Nuk do ta lë të ma prish këtë ditë, mërmëriti ajo me vete. Nuk do ta lë. Në orën 7 të mbrëmjes, të ftuarit e parë filluan të mbërrinin. Agimi i priste në hyrje me buzëqeshjen e tij diskrete dhe profesionale, duke prezantuar shtëpinë, duke i drejtuar njerëzit drejt kopshtit ku tavolinat ishin montuar. Festa kishte një atmosferë elegante por të çlirët, me muzikë të lehtë në sfond, ndriçim strategjik dhe kamerierë që qarkullonin me tabaka me ushqime të vogla dhe gota shampanje. Miqtë e Dritanit mbërritën rreth orës 8, një grup i zhurmshëm të rinj të veshur mirë që menjëherë u dalluan nga pjesa tjetër e të ftuarve. Engji ishte mes tyre, me një fustan të shkurtër marke dhe taka të larta, me flokët e krehur përsosmërisht që i binin mbi supe. Ajo e përqafoi Dritanin me familjaritet dhe ju prezantua Agimit, i cili e përshëndeti me edukat para se të kthehej për të qarkulluar mes të ftuarve të tjerë. Zonja lirie ishte në të gjitha vendet në të njëjtën kohë, duke kontrolluar nëse ushqimi po shërbehej sakt, nëse pijet nuk mungonin, nëse ndonjë i ftuar kishte nevojë për diçka. Blerina ndihmonte në prapasken, në kuzhinë, larg zonave sociale, saktësisht siç kishte sugjeruar Dritani. Rreth orës 9:30, kur festa ishte tashmë në kulm, ndodhi momenti që do të ndryshonte gjithçka. Blerina po dilte nga kuzhina me një tabaka me gota të pastra për të rimbushur banakun kur u përplas pa dashje me një nga shoqet e Dritanit që po vinte e hutuar duke u marrë me celularin. Tabakaja u lëkun, disa gota u përplasën, por asgjë nuk ra. Më falni, tha Blerina menjëherë, duke mbajtur fort tabakan. Vajza mezi e pa, vetëm bëri një gjest të vagët me dorë dhe vazhdoi të ecte. Por Dritani, që ishte afër me engjin, e pa skenën. Ai ju afrua Blerinës me hapa të shpejt, me fytyrë të vrenjtur. Blerina, a nuk të kërkova të rrije larg zonës sociale, foli ai me zë të ulët, por me një ton irritimi të qartë. Për pak i rrëzove gotat mbi shoqen time. Ishte pa dashje, Dritan. Ajo u përplas me mua. Nuk ka rëndësi. Ti duhej të ishe në kuzhinë, jo të qarkulloje këtu. Lëre ekipin e cateringut të bëj punën e tyre. Blerina ndjeu lotët t'i digjnin syt, por refuzoi t'i linte të binin. Jo aty, jo para ti, jo para gjithë atyre të huajve. Por i mbushja vetëm gotat. Mami më kërkoi. Atëherë thuaj mamit tënd se ka njerëz që paguhen për ta bërë këtë. Toni i zërit të tij, ndonse i ulët, mbarte një përbuzje që priste si te thike. Blerina mbeti e paralizuar, pa ditur çfarë të thoshte. Engji, që ishte pranë Dritanit, duke i lehtësisht e parehatshme me situatën, por nuk tha asgjë. Ishte në atë moment të saktë që Agimi, i cili po vinte përgjatë korridorit, dëshmoi skenën. Ai ndaloi pak metra larg, duke vëzhguar bashkëveprimin mes djalit dhe Blerinës. Për herë të parë, pa filtra, pa justifikime, pa mundësinë për t'ia faturuar atë imaturitetit apo keqkuptimeve, Agimi pa me qartësi absolute përbuzjen në sytë e djalit. Pa mënyrën se si Dritani e shihte Blerinën, sikur ajo të ishte më pak se asgjë. Pa dhimbjen në fytyrën e vajzës, atë dhimbje të heshtur të dikujt që është mësuar të jetë i zvogëluar. Dhe diçka brenda Agimit u thye në atë çast. Agimi mbeti i palvizur në korridor, me gotën e verës të harruar në dorë. Skena që sapo kishte dëshmuar përsëritej në mendjen e tij si një film me lëvizje të ngadaltë, vështrimi i përbuzjes së djalit, qëndrimi i nënshtroar i Blerinës, mënyra se si ajo e pranonte atë trajtim sikur të ishte diçka e natyrshme, e pashmangshme. Ai ndjeu diçka të trazohej brenda gjoksit, një përzierje turpi, zemërimi dhe një qartësie të dhimbshme që nuk mund të injorohej më. Blerina, duke mbajtur fort tabakan me gota, uli kokën dhe mërmëriti një me leje pothuajse të padëgjueshme para se të largohej. Dritani u kthye pranë Engjit dhe miqve të tij sikur asgjë të mos kishte ndodhur, duke rifilluar bisedën e gjallë për udhëtimin që po planifikonin të bënin gjatë pushimeve të verës. Agimi mori frym thellë, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte parë.
Një pjesë e tij donte të ndërhynte menjëherë, por një pjesë tjetër ende luftonte kundër realitetit që po imponoi. Ishte djali i tij. Djali që ai kishte rritur, edukuar, që besonte se e njihte. Si ishte e mundur që ai i ri i cili kishte varur aq shumë shpresa mund të trajtonte një person tjetër me një mizori aq të zakonshme? Ai u largua nga korridori dhe shkoi në zyrë, duke mbyllur derën pas vetes. Kishte nevojë për një moment për të marrë frymë, për të menduar. Festa vazhdonte jashtë, të qeshurat dhe bisedat formonin një zhurmë konstante që depërtonte deri aty. Agimi u ul në koltukun e lëkurës dhe pa duart e veta, sikur të ishin të një të huaj. Sa herë ai kishte dëshmuar shenjat e asaj sjelljeje dhe thjesht kishte zgjedhur të injoronte? Sa herë kishte dëgjuar dritanin duke bërë komente përbullse për njerëzit që punonin në shtëpi dhe ja kishte faturuar ato shakave pa ligësi? Sa herë zonja Lirie i kishte duruar ato sjellje në heshtje, duke u frikësuar se mos humbte punën, dhe ai as nuk e kishte vënë re? Dera u hap lehtë dhe zonja Lirie hyri, duke sjell një tabaka me një gotë ujë dhe disa ushqime të vogla. Më falni që ju shqetësoj, zoti Agim. Pash që u larguat dhe mendova se mund të kishit nevojë për diçka. Agimi ngriti sytë drejt saj dhe, për herë të parë pas shumë vitesh, e pa vërtet. Jo si kryeshërbëtoren efikase që e mbante shtëpinë e tij në punë përsosmërisht, por si një grua prej mishi e gjakun, me ndjenja, me dhimbje, me një vajzë që ajo e rriste e vetme në kushte të vështira. Lirie, ulu këtu pak, të lutem. Ajo u duke befasuar, por u bind, duke u ulur në cep të karriges përballë tavolinës. Vendosi tabakan mbi tavolinë dhe priti, me duart e kryqëzuara mbi prerë. Më duhet të pyes për diçka, dhe dua që të jesh e sinqert me mua. Agimi bëri një pauzë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Dritani a e ka trajtuar gjithmonë Blerinën kështu? Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Zonja Lirie e largoi vështrimin dhe Agimi pa lotët që po i mbusheshin në sy. Ai reagim tha gjithçka që ai kishte nevojë të dinte. Zoti Agim, unë. Të lutem, Lirie. Më trego të vërtetën. Ajo mori frymë thellë, me duart që i dridheshin lehtë. Ka vite, zotëri. Që kur ishin fëmijë. Në fillim mendoja se ishin gjëra fëmijësh, e dini? Por u përkeqësua me kohën. Ai kur nuk e ka trajtuar me respekt. Kur? Zëri i saj u drodh. Blerina kur nuk ka bërë asgjë për ta merituar këtë. Ajo është një vajzë e mirë, studioze, e edukuar. Por për dritanin, ajo është e padukshme. Ose më keq, ajo është dikush që ai mund ta zvogëloj sa herë të doj. Agimi ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Dhe ti kur nuk më tregove? Kisha frikë, zotëri. Frika se mos humbja punën, frika se mos ju mendonit se po bëhesha dramatike, frika se situata do të përkeqësohej për Blerinën. Kështu që unë e gëlltita. Të dyja e gëlltitëm. Lotët më në fund rodhen në fytyrën e saj. Më falni, zoti Agim. E di që nuk duhet të flisja kështu, por ju më pyetet dhe. Jo. Agimi ngriti dorën duke e ndërprerë. Ti nuk ke pse kërkon falje. Ai që duhet të kërkoj falje jam unë. Që kam qenë aq i verbër. Që kam lejuar që kjo të ndodhte në çatin time. Ai u ngrit dhe eci drejt dritares duke vëzhguar festën jashtë. Shite dritanin duke qeshur me miq, krejtësisht i pavetdijshëm për vuajtjen që shkaktonte. Shite të ftuarit duke biseduar gjallërisht, pa imagjinuar se çfarë po ndodhte në prapaskenat e asaj fesë. Ku është Blerina tani? Duhet të jetë në kuzhinë, zotëri. Ajo preferon të ri aty. Ndihet më e sigurt. Agimi tundi kokën ngadalë. Lirie, do ta zgjidh këtë. Nuk e di saktësisht se si ende, por do ta zgjidh. Dhe dua të dish se puna jote kur nuk ka qenë në rrezik. Kur? Ti je pjesë e kësaj shtëpie prej vitesh dhe unë kam besim te ti plotësisht. Faleminderit, zoti Agim. Ajo u ngrit për të dalë, por Agimi e thiri sërish. Dhe Lirie? Faleminderit që je kujdesur aq mirë për Blerinën. Që ke rritur një të re aq me integritet pavarësisht gjithë vështirësive. Ti je një nënë e jashtëzakonshme. Zonja Lirie nuk arriti të përgjigjej. Vetëm tundi kokën duke fshirë lotët dhe doli nga zyra. Agimi mbeti aty edhe disa minuta duke organizuar mendimet. Pastaj, me hapa të sigurt, u kthye në fesë.
Ai nuk do ta ballafaqonte dritanin në atë moment, jo para të gjithë të ftuarve, por duhej të bënte diçka. Duhej të dërgonte një mesazh të qartë. Ai e gjeti Blerinën në kuzhinë, siç kishte thënë Liria. Ajo po ndihmonte në organizimin e ëmbëlsirave që do të shërbeheshin së shpejti, me sytë e kuq por fytyrën e qetë. Kur pa Agimin të hynte, u tremb pak. Zoti Agim, keni nevojë për diçka? Blerina, do të dëshiroja të bëja një kërkesë. Ai foli me mirësi, por me vendosmëri. Dua që të vish me mua deri në kopsht. Janë disa njerëz që do të dëshiroja të t'i prezantoja. Ajo mbeti e habitur. Unë? Por zotëri, unë po ndihmoj mamin dhe mami jote do ta kuptoj. Të lutem. Kishte diçka në tonin e zërit të tij që nuk lejonte kundërshtim. Blerina fshiu duart në përparse, e hoqi atë dhe ndoqi Agimin drejt kopshtit, me zemrën që i rrite fort. Ajo nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte, por ndjente se diçka kishte ndryshuar. Agimi e drejtoi atë te një grup të ftuarish që po bisedonin pranë tavolinës kryesore. Mes tyre ishte një çift i moshës së mesme që Agimi i prezantoi si drejtor të një fondacioni arsimor që mbështeste studentët me të ardhurat të ulta. Mona, Pali, do të dëshiroja t'ju prezantoja Blerinën. Ajo është vajza e Liries, kryeshërbëtores sime, dhe po studion pedagogji në Universitetin e Tiranës. Blerina është një nga të rejat më të përkushtuara dhe më studioze që njoh. Blerina mbeti pa fjalë, me fytyrën e skuqur. Mona buzëqeshi ngrohtësisht dhe zgjati dorën. Sa mrekulli, Blerina. Pedagogjia është një fushë e bukur. Në cilin vit je? Në vitin e tretë, zonjë, u përgjigj Blerina me druajtje. Mbresëlënëse. Fakulteti i Shkencave Sociale ka një nga kurset më të mira të pedagogjisë. Duhet të jesh shumë inteligjente. Biseda vijoi për disa minuta dhe Agimi qëndroi aty duke marrë pjesë, duke i bërë pyetje Blerinës për studimet e saj, planet e saj për të ardhmen, objektivat e saj profesionale. Ai e trajtonte atë me të njëjtin respekt dhe interes që i jepte çdo të ftuari tjetër. Dritani, i cili ishte pak metra larg, e vëzhgonte skenën me një shprehje mosbesimi. Ai nuk arrinte të kuptonte se çfarë po bënte i ati. Pse po i jepte vëmendje Blerinës? Pse po ua prezantonte të ftuarve sikur ajo të ishte dikush i rëndësishëm? Engji, që gjithashtu po vëzhgonte, komentoi me zë të ulët, babai yt qen ka shumë i mirë, apo jo? Duke i dhënë vëmendje vajzës së shërbëtores kështu. Mënyra se si ajo e tha atë, sikur të ishte një akt bamirësie i jashtëzakonshëm, e irritoi Dritanin edhe më shumë. Po, ai gjithmonë ka qenë i tillë. Mendon se të gjithë meritojnë vëmendje të barabartë. Por kjo është e bukur, këmbënguli Engji. Tregon se ai është një person i thjeshtë, pavarësisht gjithë suksesit. Dritani nuk u përgjigj. Vetëm piu edhe një glënjë shampanje dhe largoi vështrimin. Diçka në atë skenë shqetësonte thellësisht, por ai nuk mund ta përcaktonte saktësisht se çfarë. Ndoshta ishte fakti se, për herë të parë, dikush po e njihte Blerinën si një person me vlerë. Dhe kjo, në një farë mënyre, vinte në dyshim gjithë hierarkinë që Dritani kishte ndërtuar në mendjen e tij. Festa vijoi deri pak pas mesnate. Të ftuarit po largoheshin pak nga pak, të gjithë duke lëvduar organizimin e ngjarjes dhe mikpritjen e Agimit. Kur më në fund i ftuari i fundit u përshëndet, shtëpia u kthye në heshtje. Dritani u ngjit drejtë në dhomë, ende i shqetësuar nga ajo që kishte dëshmuar. Agimi, nga ana e tij, shkoi në kuzhinë, ku zonja Lirie dhe Blerina po përfundonin organizimin e detajeve të fundit të pastrimit me ekipin e cateringut. Lirie, Blerina, a mund të vini deri në dhomën e ndenjes për një moment? Të dyja u pan mes vete, të nervozuara, por ndoqën Agimin deri në dhomën e ndenjes. Ai u kërkoi të uleshin dhe u akomodua përballë tyre. Dua të kërkoj falje. Të dyjave. Filloi ai, me zë të fortë por të ngarkuar me emocion. Unë dështova. Dështova si punëdhënës, dështova si qenie njerëzore dhe, kryesisht, dështova si baba. Unë lejova që djali im t'ju trajtonte ju, veçanërisht ty, Blerina, në një mënyrë të papranueshme. Dhe unë nuk kam asnjë justifikim për këtë. Blerina hapi gojen për të folur, por Agimi vazhdoi. Ti nuk meriton të trajtohesh sikur të jesh e padukshme. Ti nuk meriton të zvogëlohesh, të injorohesh apo të mos respektohesh. Dhe kjo mbaron sot.
Zoti Agim, filloi zonja Lirie me zë të mbytur, ju nuk keni nevojë. Kam nevojë, Lirie. Kam nevojë sepse nëse nuk bëj asgjë, do të jem bashkëpunëtor i kësaj situate. Dhe unë nuk mund të jetoj më me këtë. Ai e pa drejt për drejt Blerinën. Nesër do të kem një bisedë serioze me dritanin. Një bisedë që duhej të kishte ndodhur shumë kohë më parë. Gjërat do të ndryshojnë në këtë shtëpi. Ju premtoj. Blerina më në fund arriti të fliste me lotët që rridhnin lirshëm në fytyrë. Faleminderit, Zoti Agim. Faleminderit që më shihni. Ato fjalë të thjeshta e goditën Agimin si një grusht në stomak. Faleminderit që më shihni. Sikur thjesht të qenit e parë, të qenit e njohur si qenie njerëzore, ishte diçka e jashtëzakonshme. Diçka për të cilën ajo duhej të falënderonte. Në atë moment, Agimi kuptoi thellësinë e asaj që kishte lejuar të ndodhte. Dhe u betua me vete se do të bënte gjithçka në fuqinë e tij për ta ndrequr atë situatë, edhe nëse kjo do të thoshte të ballafaqohej me të vërteta të dhimbshme për djalin që donte aq shumë. Transformimi sapo kishte filluar. E diela gdhiu e hirt në Tiranë, me re të rënda që kërcënonin për shi. Agimi u zgjua herët, pavarësisht se kishte fjetur pak. Kaloi të gjithë natën duke u rrotulluar në krevat, duke menduar se si do ta zhvillonte bisedën me dritanin. E dinte se nuk do të ishte e lehtë. Të ballafaqosh djalin tënd, ti tregosh gabimet që ai vetë, si baba, kishte ndihmuar në krijimin e tyre, do të kërkonte guxim dhe ndershmëri brutale. Në orën 9 të mëngjesit, Agimi trokiti në derën e dhomës së dritanit. Dëgjoi një mërmëritje të përgjumur nga ana tjetër para se zëri i djalit të thoshte të hynte. Dritani ishte i shtrirë, ende me sy mbyllur, dhoma ishte rrëmuj me rroba të hedhura mbi karrige dhe shishe bire bosh mbi komodin. Dritan, më duhet të flas me ty ngrihu dhe hajde në zyrë pas gjysmë ore. Babi, është e diel. Erdha vonë mbrëm, jam i lodhur. Nuk ishte kërkesë, ishte urdhër. 30 minuta. Toni i zërit të Agimit ishte ndryshe, kishte një vendosmëri që dritani rrallë e dëgjonte. Ai hapi syt, i turbulluar, dhe pa të atin që tashmë po dilte nga dhoma pa pritur përgjigje. Diçka ishte e çuditshme. Dritani zbriti saktësisht pas gjysmë ore, ende me fytyrë të përgjumur, i veshur me një bluzë të vjetër dhe pantallona të shkurtra. E gjeti të atin të ulur pas tavolinës së zyrës, me duart e kryqëzuara mbi drurin e errët, me fytyrë serioze. Ulu. Dritani u bind, një fillim irritimi po linte brenda tij. Çfarë ka, babi? Ndodhi diçka? Agimi mori frym thellë para se të fillonte. Po, Dritan. Ndodhi diçka. Në fakt, ka ndodhur prej vitesh dhe unë kam qenë shumë i verbër për ta parë. Por dje e pash. E pash me qartësi absolute. Të shije çfarë? Mënyrën se si trajton njerëzit që punojnë në këtë shtëpi. Veçanërisht Blerinën. Emri i Blerinës që doli nga goja e të atit e bëri Dritanin të drejtohej në karrige. Blerinën? Për çfarë po flet? Ti e di saktësisht se për çfarë po flas. Agimi ruajti tonin e fortë, por të kontrolluar. E pash dje se si fole me të. Pash përbuzjen në syt e tu. Dhe bisedova me Lirien, e cila më tregoi se kjo nuk është diçka e re, që ti e trajton Blerinën kështu prej vitesh. Dritani kryqëzoi krahët në mbrojtje. Babi, po e egzageron. Nuk bëra asgjë të madhe. Vetëm i kërkova të rinte në zonën e saj gjatë festës. Kishte shumë njerëz të rëndësishëm, nuk doja që. Që çfarë? Agimi e ndërpreu, me zërin që po i ngrihej lehtë. Që miqtë e tu të shihnin vajzën e shërbëtores? Kjo është. Kishe turp prej saj? Nuk është turp, babi. Është çështje e të diturit se cili është vendi i gjithë secilit. Nuk isha i pasjellshëm, vetëm isha i drejt për drejt. Agimi mbylli syt për një moment, duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin që kërcënonte të shpërthente. Kur u kthye të fliste, zëri i tij dridhej nga emocioni i përmbajtur. Vendi i gjithë secilit. A e dëgjove atë që sapo the? Ti vërtet beson se disa njerëz kanë më shumë vlerë se të tjerët vetëm për shkak të pozitës shoqërore? Nuk është pikërisht ashtu. Është saktësisht ashtu, Dritan. Agimi goditi tavolinën me dorë, duke e bërë djalin të kthehej pas nga tmerri.
Blerina është një ere 21 vjeçare që studion në një nga universitetet më të mira të vendit. Ajo është e edukuar, inteligjente, punëtore. Ajo ndihmon të ëmën, mban nota të shkëlqyera në fakultet dhe kur nuk ka bërë asgjë që të justifikonte përbuzjen me të cilën ti e trajton. Dritani mbeti në heshtje, por fytyra e tij ishte e kuqe, nofulla e shtrënguar. Dhe e di çfarë është më e keqja, vazhdoi Agimi, duke u ngritur nga karrigja. Më e keqja është se unë dështova me ty unë të dhash gjithçka, por harrova të mësoja gjën më të rëndësishme, respektin, empatin, për ulsin. Mendova se këto vlera do të vinin automatikisht që ti do t'i mësoje vetë. Por isha gabim. Babi, unë i respektoj njerëzit. Të respektosh vërtet Dritan nuk është vetëm të jesh i edukuar me çdo që është në nivelin tënd shoqëror. Të respektosh është të trajtosh gjithkënd me dinjitet, pavarësisht se kush janë apo çfarë bëjnë. Dhe ti nuk e bën këtë. Dritani më në fund shpërtheu. Mirë. Atëherë unë jam i keqi i historisë, kjo është. Unë jam njeriu i tmerrshëm që trajton të gjithë keq. Harroje që bëj gjithçka siç duhet, që studioj, që kur nuk të kam hapur problem. Kur nuk më ke hapur problem sepse unë kur nuk të kam kërkuar asgjë vërtet, bërtiti Agimi si përgjigje. Ti gjithmonë e ke pasur gjithçka të lehtë, Dritan. Gjithçka. Dhe me këtë erdhi një arrogancë që unë e ushqeva pa e kuptuar. Unë të mbrojta shumë nga bota reale, të dhash të gjitha privilegjet pa kërkuar përgjegjësi në këmbim. Heshtja që pasoi ishte e dendur, e ngarkuar. Bab e bir shieshin në sy, dy botë që përplaseshin brenda asaj zyre. Çfarë dëshiron që të bëj, babi? Pyeti Dritani më në fund, me zë të ulët por të ngarkuar me pakënaqësi. Dëshiron ti kërkoj falje asaj? Dua që ti të kuptosh atë që bëre. Nuk dua një kërkim faljeje bosh, dua një ndryshim real. Dua që ti ta shohësh Blerinën, Lirien, çdo person që punon në këtë shtëpi apo në çdo vend tjetër, dhe të shohësh një qenie njerëzore me vlerë të barabartë. Dritani largoi vështrimin. Një pjesë e tij e dinte se ja ti kishte të drejtë, por një pjesë tjetër refuzonte ta pranonte. Ishte shumë e vështirë të pranoje se mënyra se si e shihte botën ishte e gabuar, se vlerat që kishte kultivuar gjatë viteve ishin të meta. Po të tregoj diçka, tha Agimi, duke u ulur sërish. Zëri i tij tani ishte më i qetë, por ende i fortë. Kur isha në moshën tënde, punoja 12 orë në ditë në një zyrë të vogël, duke fituar një rrogë qesharake. Jetoja në një dhomë me qira ku mezi nxinte një krevat. Haja makarona pothuajse çdo ditë sepse ishte ajo që mund të paguaja. Dritani e njihte turbullt atë histori, por kur nuk i kishte kushtuar vëmendje vërtet. Dhe e di kush më ndihmoi në atë kohë? Njerëz që nuk më detyroheshin asgjë. Roja i pallatit ku jetoja, që gjithmonë më ruante korrespondencën e rëndësishme. Zonja që shiste ushqim në cep të rrugës dhe ndonjëherë më jepte ushqim falas kur shite që isha trok. Shefi i një kompanie që më dha mundësinë e parë të madhe profesionale, edhe pse nuk kisha referenca. Agimi e pa drejt për drejt në sytë e djalit. Asnjë nga këta njerëz nuk ishte i pasur. Asnjëri prej tyre nuk kishte status shoqëror. Por të gjithë ata kishin diçka që vlen shumë më tepër, humanizmin. Dhe ishte fal tyre që arrita këtu ku jam. Nuk ishte vetëm mundi im. Ishte ndihma, ishte solidariteti, ishin njerëzit që më panë si qenie njerëzore kur nuk isha asgjë. E kuptoj këtë, babi, por nuk e kupton, Dritan. Po ta kuptoje, nuk do ta trajtoje Blerinën ashtu siç e trajton. Ti mendon se ajo është më pak se ti, pse? Sepse ka lindur në një familje me më pak para. Sepse studion në shkollë publike? Kjo nuk thot asgjë për karakterin e saj. Asgjë. Fjalët e babait kishin filluar të depërtonin në mburojën e mbrojtjes që Dritani kishte ndërtuar. Ai ndjeu diçka të pakëndshme duke u rritur brenda gjoksit, diçka që nuk mund ta emërtonte plotësisht, por që ngjante shumë me turpin. Blerina është e denjë për të gjithë respektin, për të gjithë admirimin. Ajo punon, studion, kujdeset për nënën, mban dinjitetin edhe duke u trajtuar me përbuzje. Ndërsa ti, që ke pasur gjithçka gati, mendon se ke të drejtë t'i shohësh nga lart njerëzit që luftojnë më shumë se sa ti ke luftuar ndonjëherë. Dritani mbeti në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj, me zë të ulët, pothuajse me përshpërim, pyeti, dhe tani, babi? Çfarë dëshiron që të bëj? Dua që të mendosh.
Të reflektosh vërtet se kush je dhe kush dëshiron të bëhesh. Dhe kur të jesh gati, kur vërtet të kuptosh atë që po përpiqem të them, atëherë po, do të flasësh me Blerinën. Por jo sepse të urdhërova unë. Sepse ti sinqerisht e njeh se gabove. Agimi u ngrit duke treguar se biseda kishte përfunduar. Dhe ndërkohë, do të fillosh të më ndihmosh më shumë në kompani. Jo në zyrat me kondicioner në qendër. Do të njohësh magazinën, do të punosh me punëtorët, do të kuptosh se çfarë do të thotë vërtet të ndërtosh diçka. Ndoshta kështu do të mësosh vlerën e punës dhe të njerëzve që e bëjnë atë. Dritani u gëllti. Mirë, babi. Fillon nesër. 7 të mëngjesit. Kur Dritani doli nga zyra, ai ndihej ndryshe. Nuk ishte një transformim i plot, nuk ishte sikur gjithçka u bë e qartë pa pritmas. Por diçka kishte ndryshuar. Një çarje e vogël ishte hapur në mburojën e arrogancës që ai kishte ndërtuar përgjatë viteve. Ai u ngjit në dhomë dhe u shtri në krevat duke parë tavanin. Për herë të parë pas shumë kohësh, Dritani u ndjej detyruar ta shihte veten me ndershmëri. Dhe ajo që pa nuk ishte e bukur. Poshtë, në kuzhinë, zonja Lirie dhe Blerina përgatitnin drekën. Ato nuk e dinin saktësisht se çfarë kishte ndodhur në zyrë, por kishin dëgjuar zërat e larë. Liria e pa të bien me një shprehje të ngarkuar me shpresë dhe frikë. A thua do të ndryshojnë gjërat vërtet, mami? Zonja Lirie e përqafoi të bien fort. Nuk e di, shpirti im. Por për herë të parë pas shumë kohësh, kam shpresë se po. Blerina mbylli sytë dhe lejoi veten, vetëm për një çast, të besonte se ditë më të mira do të vinin. Se ndoshta, më në fund, ajo mund të banonte në atë hapësirë pa u ndjerë e padukshme. Se ndoshta, më në fund, dinjiteti i saj do të njihej. Jashtë, shiu filloi të binte, duke larë qytetin, duke pastruar ajrin. Dhe brenda asaj shtëpie, në mes të dhimbjes dhe ballafaqimeve, diçka e re po fillonte të mbinte, mundësia e transformimit të vërtetë. Muajt që pasuan sollën ndryshime të thella për të gjithë banorët e asaj vile në Lundër. Ndryshime që nuk ndodhen brenda natës, por që u ndërtuan tull pas tulle, në gjeste të vogla të përditshme që pak e nga pak rikonfiguruan të gjithë dinamikën e asaj hapësire. Dritani filloi të punonte në magazinën e kompanisë në orën 7 të mëngjesit të një të hëne me shi. Ditën e parë, ai mbërriti me vonesë, ende i përgjumur, i veshur me rroba që shpejt u treguan të papërshtatshme për punën fizike që do t'i duhej të bënte. Menaxheri i magazinës, Xhabeqiri, një burr 50 vjeçar me duar me kallo dhe një buzëqeshje të sjellshme, nuk bëri asnjë koment për vonesën. Vetëm i dha Dritanit një uniform dhe e vendosi të punonte në organizimin e kutive. Ishin orë raskapitse. Dritani zbuloi muskuj që nuk e dinte se ekzistonin, ndjeu trupin t'i dhembët në mënyra që kur nuk i kishte përjetuar. Por më shumë se dhimbja fizike, ajo që vërtet e goditi ishte bashkëjetesa. Aty, në magazin, nuk kishte hierarki artificiale të bazuara në mbiemra apo llogari bankare. Kishte vetëm njerëz që punonin bashk, duke ndihmuar njëri tjetrin, duke qeshur me shaka të thjeshta gjatë pushimit të kafes. Xhabeqiri i tregoi se punonte në kompani prej 20 vitesh, që kishte 3 fëmijë dhe që po kursente para për të paguar fakultetin e më të vogël. Arditi, një i ri në moshën e Dritanit, punonte aty ditën dhe studionte inxhinieri natën në universitet publik. Valbona, e vetmja grua në ekip, ishte nënë e vetme dhe mbante familjen me rrogën që fitonte aty. Çdo histori që Dritani dëgjonte ishte një mësim i vogël për ulësie. Çdo bisedë zbulonte botë të tëra lufte, mundi, dinjiteti që ai kur nuk i kishte konsideruar. Pak e nga pak, diçka brenda tij filloi të thyej. Nuk ishte një transformim dramatik dhe i menjëhershëm. Ishte një proces i ngadalt, i dhimbshëm ndonjëherë, i çmontimit të sigurive që ai mbarte prej aq shumë kohësh. Një pasdite, gjatë pushimit, Arditi e pyeti Dritanin për fakultetin. Ku studion ti? Te yete, u përgjigj Dritani, pa tonin e superioritetit që do të kishte përdorur muaj më parë. Bukur. Administrim biznesi, apo jo? Babai yt e përmendi. Unë doja të bëja administrim gjithashtu, por përfundova te inxhinieria. Ishte ajo që mund të pajtohej me punën. Dritani mbeti në heshtje për një moment. Pastaj, për herë të parë, bëri një pyetje të sinqertë. Dhe a është shumë e lodhshme? Të punosh ditën dhe të studiosh natën? Është, po.
Ka ditë që mendoj se nuk do t'ja dal. Por vlen bara qiran, e di? Është e ardhmja ime në loj. Ajo bisedë mbeti duke jehuar në kokën e Dritanit për ditë të tëra. Ai filloi të vinte re se kishte shpërdoruar aq shumë kohë, aq shumë mundësi, duke menduar se gjithçka i takonte atij, kur në fakt ishte vetëm fat. Fat që kishte lindur në një familje që mund të paguante studimet e tij, që mund t'i jepte atij komoditet dhe siguri. Fat që Arditi, Blerina dhe miliona të rinj të tjerë nuk e kishin. Në shtëpi, ndryshimet ishin gjithashtu të dukshme. Dritani pushoi se injoruari Blerinën kur e shihte nëpër korridore. Në fillim ishin vetëm përshëndetje të druajtura, pothuajse të turpshme. Pastaj evoluan në një mirëmëngjes të edukuar. Blerina, nga ana e saj, përgjigjej me të njëjtën edukatë si gjithmonë, por kishte një lloj habie në sytë e saj. Ishte një të shtunë mëngjesi, gati 3 muaj pas festës, kur Dritani më në fund mblodhi guximin për të bërë atë që e dinte se duhej bërë. Ai e gjeti Blerinën në kuzhinë, ku ajo po studionte ndërsa zonja Lirie po përgatiste drekën. Blerina, a ke një minutë? Pyeti ai, me zë hezitues. Ajo ngriti sytë, e befasuar. Zonja Lirie ndaloi atë që po bënte, e vëmendshme. Sigurisht. Dritani mori frym thellë. Kishte provuar atë moment aq shumë herë në mendje, por tani që ishte aty, fjalët dukeshin të pamjaftueshme. Unë doja të kërkoja falje. Vërtet. Filloi ai, me sytë e ngulur në duart e veta. Për mënyrën se si të kam trajtuar gjithë këto vite. Kam qenë mizor, i pasjellshëm, arrogant. Dhe nuk kam asnjë justifikim për këtë. Blerina mbeti e palvizur duke përpunuar atë që po dëgjonte. Zonja Lirie kishte lot në sy. Unë u rrita duke menduar se disa njerëz ishin natyrisht superior ndaj të tjerëve. Se unë isha më i mirë se ti, se unë meritoja respekt dhe ti jo. Dhe unë isha plotësisht gabim. Zëri i tij u drodh. Ti je e jashtëzakonshme, Blerina. Ti studion, punon, ndihmon nënën tënde, mban dinjitetin edhe kur unë bëja gjithçka për të zvogëluar. Ti je shumë më e fortë se sa unë kam qenë ndonjëherë. Blerina ndjeu lotët t'i rridhnin në fytyrë. Faleminderit, përshpëriti ajo. E di që një kërkim faljeje nuk shlyen vite dhimbjeje. E di që nuk ndryshon asgjë nga ajo që ka ndodhur. Por doja që ti ta dije se unë po përpiqem të jem ndryshe. Që po mësoj. Dhe që unë kam shumë respekt për ty. Zonja Lirie nuk mundi t'i mbante më lotët. Ajo u afrua dhe e përqafoi djalin e Agimit, diçka që nuk e kishte bërë kur më parë. Faleminderit, Dritan. Faleminderit që e njohe. Blerina u ngrit gjithashtu. Për një moment, ata mbetën aty të tre në një heshtje të ngarkuar me emocion. Pastaj Blerina i zgjati dorën Dritanit. Unë e pranoj faljen tënde. Shtrëngimi i dorës ishte i fortë, i respektueshëm. Dhe në atë gjest të thjesht, vitet e hierarkive artificiale filluan të shkryeshin. Në muajt vijues, transformimi vazhdoi. Dritani filloi të frekuentonte më pak festa dhe të përkushtohej më shumë punës në kompani dhe studimeve. Ai filloi të kishte biseda të vërteta me të atin për biznesin, për vlerat, për atë që do të thoshte vërtet të ndërtoje diçka me vlerë. Agimi, nga ana e tij, u kujdes të përfshinte Blerinën në disa biseda për edukimin dhe projektet sociale. Ai zbuloi se e reja kishte ide geniale se si të përmirësojë aksesin në edukim në komunitetet e varfra, dhe mbeti i mahnitur me qartësinë e mendimit të saj dhe pasionin për temën. Një pasdite, Agimi e thiri Blerinën në zyrë. Ajo hyri e nervozuar, gjithmonë e druajtur kur thirrej për biseda formale. Blerina, kam një propozim për ty, filloi Agimi me një buzëqeshje diskrete në fytyrë. E di që do të diplomohesh në pedagogji vitin tjetër. Dhe unë do të dëshiroja të ofroja një bursë të plot për studime pas universitare në cilindo institucion që ti të zgjedhësh. Blerina mbeti pa fjalë. Zoti Agim, unë nuk di çfarë të them. Nuk është bamirësi, Blerina. Është investim. Unë besoj te ti, te potenciali yt, te ajo që mund të bësh për arsimin e këtij vendi. Dhe unë dua të ndihmoj. Nëse ti pranon, sigurisht. Lotët u kthyen, por këtë herë ishin lot gëzimi të pastër. Unë pranoj. Dhe ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë vërtet. Ti e meriton, Blerina. Gjithmonë e ke merituar.
Kur Blerina i tregoi nënës për ofertën, të dyja u përqafuan dhe qanë bashk, por për herë të parë pas shumë kohësh, ishin lot shprehse, mirënjohjeje për një të ardhme që më në fund dukej premtuese. Dritani, kur mori vesh për bursën që ati i kishte ofruar Blerinës, ndjeu diçka që nuk e priste, krenari. Krenari për të parë drejtësinë duke u bërë, krenari për të parë talentin duke u njohur. Dhe një mirënjohje të thellë që kishte pasur mundësinë të ndryshonte, të bëhej një person më i mirë. Marrëdhënia mes Dritanit dhe Blerinës kur nuk u bë një misi intime, por evoluoi në diçka shumë të vlefshme, respekt reciprok të sinqertë. Ata bisedonin her pas here, shkëmbenin ide për studimet dhe punën, dhe e trajtonin njëri tjetrin me dignitetin që çdo qenie njerëzore meriton. Agimi vëzhgonte këto ndryshime me një përzierje lehtësimi dhe mirënjohjeje. Ai e dinte se kishte dështuar si baba në shumë aspekte, por gjithashtu e dinte se kur nuk është vonë për të korrigjuar gabimet. Dhe të shihte djalin duke u transformuar në një burr të vërtet, me vlera të shëndosha dhe empati reale, ishte shpërblimi më i madh që mund të kishte. Zonja Lirie vazhdoi të punonte në shtëpi, por tani kishte diçka ndryshe në ajër. Nuk ishte më një marrëdhënie e bazuar vetëm në hierarki profesionale, por në respekt reciprok dhe njohje të vlerës. Agimi u kujdes të përmirësonte kushtet e saj të punës, i rriti rrogën dhe garantoi që Blerina të kishte një hapësirë të përshtatshme për të studiuar sa herë të kishte nevojë. Në një natë dhjetori, në prag të Krishtlindjes, Agimi mblodhi të gjithë në dhomën e ngrënies për një darkë të veçantë. Të ulur në të njëjtën tavolinë ishin ai, Dritani, zonja Lirie dhe Blerina. Nuk kishte më ndarje, nuk kishte më hierarki artificiale. Kishte vetëm njerëz duke ndarë një vakt, duke ndarë histori, duke ndarë respekt. Agimi ngriti gotën e verës dhe bëri një gras. Për vitin e ri që po afron. Dhe për mësimet që mësuam këtë vit. Mos harrofshim kur se vlera e vërtetë e një personi nuk qëndron në atë se sa ka, por në atë se kush është. Të gjithë trokitën gotat, me sytë e përlotur, me zemrat plot. Në atë tavolin, në atë natë, nuk kishte pronar dhe shërbëtore, djalë të pasur dhe vajzë të varfër. Kishte vetëm qenie njerëzore që kishin mësuar, përmes dhimbjes dhe transformimit, se digniteti nuk blihet me para dhe se respekti i vërtet ekziston vetëm kur njohim humanizmin në çdo person. Blerina hodhi vështrimin rreth asaj tavoline dhe ndjeu diçka që nuk e ndjente prej shumë kohësh, përkatësi. Jo sepse po tolerohej, por sepse po shihej sinqerisht, po vlerësohej, po respektohej. Dhe kjo, ajo e dinte, vlente më shumë se të gjitha paratë e botës. Dritani pa Blerinën dhe pa jo më vajzën e shërbëtores që ai aq shumë e përbuste, por një grua të fortë, inteligjente dhe frymëzuese. Dik që, pavarësisht të gjitha vështirësive, kishte mbajtur dignitetin e saj të paprekur. Dhe ai u ndje mirënjohës që kishte pasur mundësinë të mësonte prej saj, edhe pse përmes gabimeve të veta. Jeta vijoi rrjedhën e saj, siç vijon gjithmonë. Por brenda asaj shtëpie, diçka thelbësore kishte ndryshuar. Privilegji nuk ishte zhdukur, por tani vinte i shoqëruar me përgjegjësi, me ndërgjegje, me empati të vërtetë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ato mësime të nxjerra mund të shpërndaheshin përtej atyre mureve, duke prekur jetë të tjera, duke krijuar transformime të tjera. Sepse në fund, ajo që historia e Agimit, Dritanit, Liries dhe Blerinës na mëson është e thjeshtë, por e thellë, se karakteri nuk trashëgohet, ai ndërtohet. Se privilegjet pa vlera janë bosh. Dhe se fisnikëria e vërtetë e shpirtit qëndron në njohjen dhe nderimin e dignitetit të çdo qenie njerëzore, pavarësisht origjinës së saj, profesionit të saj apo llogarisë së saj bankare. Transformimi është i mundur. Gjithmonë është. Mjafton guximi për të parë veten me ndershmëri, përulësia për të njohur gabimet e veta dhe vendosmëria për të bërë një version më i mirë i asaj që je. Dhe në këtë, Blerina, me forcën e saj të heshtur dhe dignitetin e saj të palëkundur, ishte mësuesja më e madhe e të gjithëve. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Agimit, Dritanit, zonjës Lirie dhe Blerinës ta ketë prekur thellësisht zemrën tuaj. Nëse u emocionuat me këtë rrugëtim transformimi, nëse e gjetët veten në ndonjë prej këtyre personazheve ose nëse reflektuat mbi vlerat tuaja, lini pëlqimin tuaj. Abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se